Sulmet ushtarake të administratës së presidentit Donald Trump ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge nuk kanë arritur të ulin sasinë e kokainës që hyn në Shtetet e Bashkuara. Përkundrazi, ato kanë detyruar kartelet të ndryshojnë mënyrën e operimit. Sipas një raporti të brendshëm të Agjencisë Amerikane kundër drogës, DEA, të publikuar nga The Washington Post, vlerësimi i DEA-s konstaton se pavarësisht 10 sulme të kryera në ujërat ndërkombëtar pranë Amerikës Qendrore dhe Jugore, furnizimi me kokainë në tregun amerikan mbetet i pandryshuar. As çmimi dhe as disponueshmëria e drogës nuk kanë pësuar ndryshimet të ndjeshme, ndërsa pastërtia e kokainës vazhdon të jetë e lartë. Sipas raportit, organizatat kriminale janë përshtatur shpejt me presionin ushtarak. Në vend të mjeteve të vogla dhe të shpejta detare, ato po përdorin gjithnjë më shumë anije tregtare, mjete gjysmë të zhytshme dhe rrugë më pranë brigjeve të Amerikës Qendrore, ku forcat amerikane kanë më pak mundësi të ndërhyjnë. Një pjesë e trafikut është vendosur edhe në rrugë ajrore, përmes pistave ilegale në kufirin mes Kolumbisë dhe Venezuelës, me destinacion Guajanën dhe Surinamin. Kur e shtyp balonën nga njëra anë, ajo fryhet nga ana tjetër, citohet të ketë thënë një zyrtar i DEA-s për The Washington Post, duke përshkruar aftësinë e karteleve për të përshtatur me çdo strategji të re. Raporti bie në kundërshtim me deklaratat publike të presidentit Trump, i cili ka pretenduar në mënyrë të përsëritur se operacioni ushtarak ka ulur me 97-98% trafikun detar të drogës drejt SBA-s. Sipas analizës së DEA-s dhe informacioneve të paraqitura në Kongres, nuk ka prova që mbështesin këtë pretendim. Operacioni Southern Spear, i nisur në shtator 2025, ka shënuar një ndryshim të madh në luftën amerikane kundër drogës, duke përdorur sulme ushtarake direkte ndaj mjeteve të dyshuara për trafik. Sipas të dhënave të publikuara nga Washington Post, të paktën 67 mjete lundruese janë goditur dhe mbi 220 persona kanë humbur jetën gjatë operacioneve. Organizatat për të drejtat e njerëzit kanë ngritur shqetësime se këto sulme përbëjnë ekzekutime pa proces gjyqësor, ndërsa administrata Trump argumenton se ato synojnë të ndalojnë hyrjen e drograve të rrezikshme në SBA. Megjithatë, edhe zyrtarët të Pentagonit kanë pranuar se sulmet nuk janë zgjidhja përfundimtare. Komandanti i Komandës Jugore të SBA-s, generali Francis Donovan, deklaroi përpara Senatit se goditjet ushtarake ndoshta nuk janë mjeti më efektiv, por vetëm një pjesë e strategjisë së përgjithshme kundër trafikut. Raporti evidenton gjithashtu një pasojë të papritur për hetimet. Sipas DEA-s, rrjeti informatorëve është dobësuar, pasi shumë burime nuk mund të përdoren më në terren nga frika se mund të vriten gjatë sulmeve amerikane. Kjo e bën edhe më të vështirë identifikimin e drejtuesve të karteleve, ndërkohë prodhimi global i kokainës ka arritur nivel rekord. Sipërfaqja e kultivimit të kokës në Amerikën Latine është trefishuar gjatë dekadës së fundit, ndërsa prodhimi i kokainës është katërfishuar. Ekspertët vlerësojnë se rritja e prodhimit në Kolumbi, Peru dhe Bolivi ka ndikim shumë më të madh në furnizimin e tregut sesa kapja ose shkatërrimi i ngarkesave gjatë transportit.